Mitrovica e Kosovës, unë kisha një pyetje, vëllezër e motra, që nuk pres, për do të dëshiroje, do të kisha qef të gjej përgjigjen që ose dikush mje përgjigje. Por një pyetje që bëj për secilin që dëgjon këtë vitje, që t'ja bëj vetës vetë, ndoshta di përgjigjen. Kush e shfrytëzon trepshën? A shfrytëzohet trepsha sot? Pasuria më madhe nëntëksore mendoj unë që ka kombi. Nuk e di nëse kemi një pasuri më të madhe si komb. E ka shteti Kosovës, mund të bëj Kosovën Zvicër. Edhe mendoj që kemi pasuri të jashtëzakonshme si që kemi bakrin apo kromin në sfaqe ku kemi, apo të naftën, apo bitumin selenis, mendoj unë. Por pyetja ime është, a e shfrytëzon kush trepshën, në qoftë se po kush e shfrytëzon? A ka mundësi Serbia të vjedh mineralet nëntëksore të trepshës? A ka mundësi shpimi galerish nga larg për te Mitrovicës edhe të vinë poshtë në ndheje të vjedhin mineralet e trepshës të Kosovës në radhë parë të kombit, në radhë të dytë? Apo është e pamundshme kjo, se nuk ti fare nga këto kilo industrie, nuk di si veprohet dhe nuk e di nëse kemi fuqine të ndalojmë si komb edhe si shtet Kosove këtë vjedhje nëntëksore në qoftë se bëhet. Edhe nuk e di nëse është me ligjin ndërkombëtare e lejueshme për një shtet në qoftë se futet për në ndheje nga toka vetë dhe kalon kufirin në ndheje në tokën tonë. Mos i thash këta, a shfrytëzohet trepsha sot? Dhe kush e shfrytëzon? Dhe a mos vjedhën e shiten si pasuritë e tjera nëntëksore të kombit si që vjedhën nga klanet, nga hajdutet në Shqipëri, që shitet naftaj nuk shitet falet, se po shitet ka pare shteti, që vinë edhe të dinë në ku janë paret, sa fonde, sa të ardhura, me shteti në vit, për shitjen e sa tonelatëve naftë dhe sa tonelatëve bakër apo kram. Pra, a mos ndodhë dhe atje në Kosovë, në qoftë se shfrytëzohet, një vjedhje kaq e hapet e pasurive kombëtare si shnollën Shqipëri dhe s'ka kokën kush. Nuk shkon spaku me njëherë, akoma nuk ka shku që të vej gardh prej hekuri në shpaqë dhe kur nxirret nafta jonë Ballsha ku është, në Ballshka që në rafinu. Pra, çfarë bëhet me pasuritë tona nëntëksore në qoftë se dikush sa me gjoka jo përshnet, duke mendu që do të vrisni mendjen për këta katastrofë që i bëhet pasurive tona nëntëksore në Shqipëri dhe do zoti. Nuk ndodh e njëjta gjë me të hajdutët dhe kriminalet dhe vëmjet që kemi në Shqipëri, që mbrohen nga maskaret që u shkojnë mrapa, si këti maskarajt e Ramës si ati tjetrit e Sali Berishës, që vetëm vjedhin çdo gjë që ekziston e mund vjedhet në Shqipëri, edhe u japin këtyre langraqeve, patrozhonistëve, nga i kacile që të këndojnë korin e maskarejnjeve që u abojnonën shqiptareve. Sa më gjoka ju përshtet.